Do shojmë. Unë dhe Denisi jemi njohur në një kompani marketingu, ku ai punonte si graphic designer dhe unë si menaxher e shitjesh. Teksa unë isha ende fillestare në punë kur nisi marrëdhënia, me kalimin e kohës ja mora shumë dorën dhe fillova të bëja shumë lek për shkak të përqindjeve që merrja nga çdo klient që sillja në kompani. Rrjedhimisht ndryshova goxha standardin e jetës time, i bleja gjëra vetes shumë cilësore dhe doja të frekuentoja vende më të shtrenjta. Mirpo, sa herë kërkoja Denisit të udhtonim bashk, shprehej se s'kishte mjaftuar shumë lek dhe se nuk mund t'i pranonte vetes që të ndanim shpenzimet ose të paguaja vetëm mua. Kështu, çdo organizim, çdo udhtim e bëja me shoqet e mia. Dinamika në marrëdhënie ndryshuan shumë dhe në subkonscient ndjehesha sikur e shikoja poshtë vetes dhe sikur e kisha unë kontrollin e lidhjes. E dalloja që ai ndjej i pasigurt dhe vjej në siklet se herë kërkoja të bënim plane për qef. Unë se kam pasur kur problem të paguaj, por ai këmbgul që më mirë mos dalin fare, se sa ai të dal pa pasur lek mjaftueshëm për të dy. Kjo gjë e ka bërë lidhjen tonë shumë të mërzitshme. Tani jam në një dilemë shumë të madhe që duket sikur ndikimi i situatës ekonomike në një çift shkon për te rrogës. A mund të funksionojë siç duhet një lidhje kur goca bën më shumë lek se çuni? Proi bie që lidhja mund të funksionojë dhe kundër që nuk mund të funksionojë. Jeni gati? E keni gojën shpuzo? Hajde, dhe deklarojmë që debat të hapur. Okej. Në asnjë mënyrë nuk mund të funksionojë lidhja kur mashkulli sjell më pak para në shtëpi se sa femra, sepse po, ndjesia e djalit është e drejtë që ai e ndjen veten më pak, sepse në fakt ashtu është më pak. Ne jemi mësuar në shoqërinë tonë shqiptare që mashkulli është ai provideri, ai që sjell rrogon më të madhe në familje, sepse femra në një moment do duhet të shkëputet, të rrisi fëmijë, të merret me gjërat e shtëpisë. Fakti që ai nuk pranon që të bëjnë udhëtime, qoftë edhe të paguaj, vajza tregon që ai nuk po përpiqet për atë marrëdhënie, sepse nuk mund ta çosh çiftin në monotoni vetëm sepse ti nuk ke një rrogë të mjaftueshme. Puno më shumë, bëj 2-3 punë, që të arrish standardin e vajzës. Okej, Flori. Mua më duket pa lidhje fare që duhet të ndahet lidhja apo marrëdhënia tek fakti kush bën më shumë lek dhe kush bën më pak. Mendoj që nuk ka lidhje fare, a duhet bëj çuni më shumë lek, se është vetëm një etapë në jetë. Që po bën femra më shumë lek, do vi një etapë tjetër do bëj çuni më shumë lek, ose do bëj prap goca më shumë lek. Pyetja është, a funksionon Edhe argumenti që dha Artemisa ishte në shoqërinë shqiptare ne jemi njohur kështu. Po jemi njohur Ti vet do pranoj të ishe me një vajzë që paguhet më shumë se ty? Po patjetër, do kisha kënaqësi të paguante ajo kafe, të paguante ajo udhtimet. Jo, tani ky po Në rast nuk del, si paguan dot. Problemi i djalit është ai mendon sikur ndihet më poshtë dhe e ul vetë. Nuk është më poshtë, s'është me deri lek për të nënda ai ti s'po bën pa lek. Nuk ka lek, s'ka lek ai për udhëtime, s'ka lek. Dashuria do lek. Dashuria do lek. Ja, dëgjoj pak sepse unë po marr një krahasim shumë random. S'bën. Byreku për shembull. Në qoftë se burri do jetë brumi, vajza do jetë gjiza. Pa brum ti nuk bën dot asgjë. Një mashkull është brumi një marrëdhënie. Çfarë do thotë kjo? Që ai duhet të sigurojë. Femra është ajo që ka nevojë për një provider. Të përgodele, Dhe një qoftë se një djalë. Jo, një sekond, në një marrëdhënie. Ai djali unë për shembull ndihem keq në qoftë se nuk ja plotsoj dot të dashurës time një udhtim, një pushim dhe fakti i historisë tregon që ai i ka ndaluar këto gjëra dhe marrëdhënia është marrëdhënia është nuk është marrëdhënia vetëm nuku, është quality time. Dhe këto quality time ai se kalon dot se s'ka lek. Ai treguar një probleme veten, fal Gentin. Vetëm fakti që atë ka psedra, ai është një person që do edhe lufton me atë lloj gjoje, se do atë personin edhe do ti bëj çdo gjë ti ofroj më të mirë, siç e tha edhe Flori që është ekonomia është me etapa, është me luhatje. Edhe ai përderisa është aq i zgjut edhe ka psedra ai do mundohet që të bëj akoma më shumë se ai. Po nisi një brum byreku i thartuar. Se nuk po e merr situatën në dorë. Në momentin kur funksionon dashuria, është shumë Nuk funksionon dashuria në një mënyrë. Kur është ai e ka bërë lidhje monotone, Genti. Ai do të dalim këtu, do dalim në restorant, do dalim ashtu se s'ka lek. Po më fal, ju jeni ul, Po del një brek me
regjistë. Po dele në Regjiza vazhdo. Nuk kemi emision gastronomie, jemi duke Po çfarë ti ka shembull ai? Merr ti një shembull, një kundër shembull. Një kundër shembull, po çfarë? Është brumi picës, është zimër ti pastita apo i di vetëm djath po s'ke lekë, çfarë është shumë. Kemi që të rrim pak e mos të shpërndar. Që të rrim të them. Unë nuk mendoj që duhet patjetër lek në një marrëdhënie që ti të kalosh mirë. Ti mund të bësh gjëra aktivitete pa lek fare. Me numëro. Nuk mund të bësh asgjë pa lekë sot. Me numëro. Ai s'do më moro. Ai pa lek. Me pak lek. Mera, ta gjem pak Flori. Kujt do pushimet e dashur? Nuk mendoj që do në Maldive. Ka aktivitete me 0 lek bën. Shëtitja nuk do lek. Me 0 lek i bën gold, që nuk është në Rio lek fa Një ja. moment. Prit pak. Nëse do me bë batuta t'illa, të dalësh, a ka që parë, të dalësh të pikturosh me ata, të bën 0 lek dhe e kënaq. 0 lek bën. Mendoj që dyja anët jemi dakord te fakti që ai ka problemin te egoja, jo te pjesa lekëve, edhe mendoj që është okay në një marrëdhënie që një moment çuni të bëj më pak dhe gocat bëjnë më shumë, se mendoj që këto që thot Artemisa edhe Jason duket se tha që jo po duhet paguaj mashkull, jo po kështu po ashtu. Janë okay si parime, po vetëm fillim marrëdhënieve. Mendoj që kur konsolidohet në një pikë, ku diun Drekën do e kesh ditë shkon për te financave. Shkon për te është thjesht si herë hati, kush ka sot, kush ka nesër do e bëj atë. Një moment të gjem pak Jason. Pra nuk është shpikur tani si gjë. Dhe për mendimin tim nuk është fare probleme egoja e djalit, sepse ka shumë të drejtë. Edhe nëse desha një unë. Nuk ka qenë gjithmonë mashkulli provider, se po ti futesh historisë, i bie jo po patriarkalizmi, jo po matriarkalizmi. Ka pas një periudhë kanë qenë meshkuj, një periudhë kanë qenë goca. Ti nuk kanë qenë asnjëherë. Kanë qenë. Më gje mua në këtë histori. Një moment. Një çun që nuk ka ose një çun që një lidhje me një gocë për një kohë shumë të gjatë ka bërë më shumë lek se ai, do të ndjehet më poshtë. Okej. Shiko. Ndjehet se është më poshtë. Jo, nuk është më poshtë, një moment. Po nuk është më poshtë. Pa ekonomikisht. Nëse ti do që marrëdhënia jote të eci përpara, okay, nuk kem lek aktualisht, po mos ja moho vetes të kaluarit kohë kualitative, qoftë edhe të udhëtuarit. Të po themi dhe ne. Po ne kemi lekët aty s'ka problem. Nuk ka gjë që të paguaj mirë. Është okay, po jo me setër të smur. Grupi aty ju po flisni në teori, po të dilni në praktikë do të pyesni meshkujt shqiptar, çunat shqiptar, asnjë prej tyre nuk do pranonte që të rrinte në një marrëdhënie ku e dashura ti paguante pushime, ti paguante dalje, dates, everything. Ja problem te shoqëria, e cila e ka në mendje këtë që mashkulli duhet të jetë provider. Por edhe mund ta po duhet të jetë. Okej. Kur të shkopum Një moment. I kam një pyetje vetëm për ta. Nëse femra vjen një moment që shtatzania dhe mëmësia do ta detyrojë që të tërhiqet sepse janë ligjet e jetës këto. Dhe tërhiqet. Ai mashkulli si do të bëjë familje. Do ja dalin siç ka dalë çdo familje. Po të lutem më Flori se është rrit standard seriozë. Se bëni sigurisht ai me 0 lekë, po ai sa ka Nëse ai nuk përballon më dot veten dhe të dashurën, si do të përballojë një familje me udhime dhe shpenzime tepër ta jo të mbaj shtëpi. Ai nuk është se nuk ka lek për ngrëm buk, nuk ka lek për udhime të shtrenjta dhe për të dalme. Një moment ta marr. Ku do dalësh? Ore, ajo që po them diçka. Më dëgjoj. Po ja ju merr gatu shtëpi. Nëse Jesi del 4 herë në javë, herë në javë Jesi ka standardin e lartë. Me radhë, një moment. Një moment, ka diçka. Më fal pak një moment. Juli citoi një gjë të drejtë për mendimin tim. Sepse tha që çfarë po kërkon vajza ose çfarë po thotë nuk janë gjërat bazë të jetës. Nuk është lidhja të dalësh te liçeni tash fara apo byrek apo ku ta dion. Në qoftë se një vajzë, ja një sekond, e them se djali do ishte dakord të rrinte në lidhje me një vajzë që paguhet më shumë. Unë jam i sigurt që ajo vajza do vinë një kohë do lodhej dhe do ndihej sigurisht e mashkullin në atë marrëdhënie që do organizonte dates, do thotë jo, të javën e zemra do dalim këtu. Në qoftë se unë do kisha një të dashur që do paguante më shumë se unë do isha i friksuar të sugjeroja të themi do vëm këtu do vetë atë të paguaj unë. Do thoshte ajo, do vetë këtu. Një moment, po Genti. Ja të gjej pa Genti, një Genti. Unë them që kjo që thu ti është materializëm. Pse? Sepse ti je lidh me një person që e do. Edhe ke vlerësu shumë gjonat ai person. Edhe tani në momentin kur ti bën më shumë,
ti je në një stad tjetër, e kuptoj që je në një stad tjetër dhe do ta shijosh jetën. Por ti duhet kuptosh edhe partnerin që ke aty sepse ai nuk ndihet mirë o vlla, ti përderisa e do atë personin, ti do ta afrosh, por e afroja atë personin edhe shpjegoja se çfarë po ndodh me jetën tënde, çfarë stadi jam unë, çfarë stadi je ti. Unë mendoj që e gjithë problemi ka nisur që fillim të lidhjes. Ku vajza që menaxher e shitjesh dhe ai ka qenë grafik designer. Që aty vajza për mendimin tim apo manuali, njerëzit do të lidhen me nivel të Ama mos ja fusti kota në Po si e përcakton ti? Po si mund dish? Çfarë thon kjo? Tani duhet të jetë në nivel njëjtë, më parë po thoi që duhet të jetë mashkulli më lart. Po ka më lart, gjej pa u qoftë, po si të më lart. Po ti thua, po i gjeni po të gjete. Ja ta mbaroj gjësia do kalojmë te Flora. E parë mos thonë që aty problemi. Vajza këto lekët që ka bërë, që ka mundsuar vetë gjatë vetes, se ka bërë me lekët e veta, ka punuar shumë, e ka dhënë vetë gjërat. I nuk që e ka rritë standardin. Me lekët që ka bërë vetë, pra dhe veta me këto. Po pse rrit me atë personin, o vllai do atë personin, o ti. Po se mund të ndahen, e kupton? Dashuria nuk mjafton. Dashuria nuk mjafton. Po e mbyll edhe në fillim, përderisa ka pse Flori do dalin në fundit. Jo të gjëra i ka bërë me lekët e veta. Është lodhur, ka punuar shumë. Ky djali s'ka punuar aq shumë. Dhe vajza nuk e ka për detyrim të presi etapën e djalit për të luzuar për të marrë konjësën. Okej, dashuria nuk mjafton. Nëse do ishte situata kundër, pra djali bën më shumë lek, a ka drejt goca të ikin pushimin me djalin pra? Nëse vajza thonë që unë ndjem keq, do ato vajzë votu ndim. Le të ndahen. Le të ndahen, po vajza nuk e thonë. Po njëri ka qenë të dyja. Ka përfundoj pak Flori. Ju kam dëgjuar me një 3 palë mendime ndryshme që bini kundërshtim me veten. Një herë thoni shoqëria shqiptare dhe thot këtë. Pastaj ti më thua mua, po çfarë është me dal nga liçeni me ngrënë fara nuk është dashuri. Unë jam i bindur që ja sa që dalin nga liçeni, dhe harxojnë 0 lek fundjavë, 0 lek harxojnë, 2000 lek shpërblen ato farat, që janë më të lumtur nga ata që ndrojnë makinat për ditë. Dhe kanë vetëm dashuri fake, kanë vetëm për materialism. Po sa herë do dalësh nga liçeni, marrojnë dhe farat, nuk do bëjnë gamba. Vendet amanda ato srin shtëpi hapi fi. Ta garantoj që dikush që del dhe do vërtet personin tjetër nuk e shkon fare nga lekët. Okej, po lodhesh duke dalë dhe duke bërë jetën që lodhesh. Fara 2000 lekë. Kur del jashtë, një gjë që shet çdo restorant jashtë, ke edhe kur del në të dashurën, ke një opsion fund që thotë ndaje faturën. Split the bill thotë atje. Okej, mirë. Do paguaj mashkulli. Po pra vazhdo. Okej, mirë. Është realitet. Mbaroj. Po, byrek. Okej, mbaroj. Tema e parë përfundoi. Erdhi koha që unë të jap Julit avantazhin e parë. Edhe të vetmin. Jepi se kishte Tani Juli, unë do të pajis A mund të bëj fatosin me flok? Tudem si avantazhin A mund të heq Juli, unë do të jap Juli, do të jap që të dalë ka me mirë. Dhe avantazhi i Julit, po flas unë. Avantazhi i Julit si debatuese e javës është në mes të debatit të temës së dytë, ti ke të drejtë të zgjedhësh një